të Kosovës, kur janë në opozit, mediat e konsiderojnë shumë të rëndësishme. Dhe është hapësira ku ata fuqizohen. Partia që në pushtet, para se me marrë mbështetjen e qytetarëve, ka pas hapësirën e duhur në gjitha mediat e Kosovës për alternativën e tyre. Nëpërmjet mediave i ka bindë qytetarë që është alternativë më e mirë se sa e partive që kanë qenë pushtet. Momente që vinë pushtet, atëherë fillojnë, po themi, mediat me trajtu si armiq. Nga kjo elit politike, me këtë mendësi politike, nuk ka gjasa me ndryshu ambiente sa i përket relacionet të politikës me media. Për hir të vërtetës, relacioni politikës me media është shumë kompleks. Nuk është krejtësisht e thjeshtë dhe ka qenë e tillë gjithherë. Po shteti gjithherë ka pas problem sa i përket mediat e lira dhe zëren kritik. Tek vendet me demokraci të brisht, ose po themi më mirë me demokraci të re, nuk preferohet që shteti të rregullojë gjitha çështjet me ligj. Sepse kjo politikë problematike në emër të luftës, po themi, ndaj dezinformimit, ndaj gjuhës së urrëties, mandej i lufton edhe mediat e lira, e lufton edhe zëren kritik. Situatat e tilla preferohet shumë më shumë mekanizmi vetrregullues. Atë që e diskutojmë. Fatkeqësisht ne si kulturë nuk e kemi të avancuar në këtë elementin vetrregullues. Eceku Krishniku fillimisht që janë 10 portale që lexohen më shumë, më në kanë përshtypjen, edhe madjet tona tregojnë që gjeneratat e reja e krijojnë opinionin publik nga rrjetet sociale, rrjedhimisht shumë më shumë nga TikTok. Dhe ata shumë janë më aktiv në këtë gjuhën e urrëties apo po themi këtë gjuhën që po thu që trit janë aktiv shumë gjuhë? Shumë më shumë janë. Trit janë me lëkate partive politike. Mosha e... Te pjesa e rrigatës ka përjashtim. Te pjesa brenda Kosovës, do të gjeneratat e reja janë shumë aktiv, veç pas në rrjetin social TikTok. Tash në këtë aspekt, ne preferohet që mediat, shoqëria civile, o kodët të saj, të avancojmë edhe edukimin medial. Gjitha vendet evropiane kanë lëndë obligative, në disa vende e kanë edhe në kopshtet e tyre, sepse është domosdoshmëri, ne e dimë që sot kjo pajisje për ne është më e rëndësishme fatkeqësisht se shëndeti jonë, se familja, se karrierja, se gjithçka. Dhe ne duhet të kemi edukim medial, nëpërmjet edukimit medial, ne mandej edukohemi që është kemi çësje kritike në raport me produktet mediale, në radhë parë kush është ai medium që ne informohemi, kush është autori, fatkeqësisht sot shumica teksteve janë pa autor. Momentin që është pa autor, është pa adresë, dhe kjo është krejtësisht e ka fabrikohet edhe burimi edhe gjithçka dhe me rëndësi të besueshme, domethënë. Ka qenë e frikshme ditëve të fundit që ju adresohet një deklarat liderit të LDK-s në një media serbe. Ndërkaq në mediat online Kopertina e një gazete që ishte lajm i pasakt, lajm i ram. Për të njëjtën kohë ka me mia njerëz që kanë pëlqy, kanë komentu dhe kanë besu si lajm vërtet. Në realitet çfarë do lloj demantimi nuk arrin me eliminu pasojat cilat i ka arrit një lajm i tillë. Për çdo ditë ne kemi dhe çdo ditë më shumë kjo shoqëri, këta qytetarë shumë më shumë po atakohen nga lajmet e pavërteta se sa nga lajmet e vërteta. Edhe këtu mandej vjen domosdoshmëria që mediat janë esenca një shoqërie demokratike. Pas lirisë të dheu, që është liria jonë, që lirimi i Kosovës, janë 4 liri që ne nuk do duhet kur të kemi kompromis me to. Po, kompromis është vlerë për çdo individ. Ne shpeshherë bëjmë kompromis me vetveten, me familjen, me rrethin shoqëror, por nuk do të me bë kompromis me lirinë e medias, me lirinë e besimit, me liritë politike dhe me liritë ekonomike. Liritë ekonomike në kupton edhe prona jonë private. Gjithë politikanë problematik që kanë qenë periudhën e komunizmit totalitar, i kanë synu këto 4 liri. Secili politikan që dëshiron me na minu këto liri, në kupton që po e minon lirin tonë. Dhe ne do të luftojmë për çdo ditë për lirinë e medias. Liria e medias nuk është statike. Sot mundet Kosova me qenë vendi i parë sa i përket lirisë së mediave. Por brenda 3 vite po ndryshon. Pra ne për çdo ditë do të luftojmë për lirinë e medias, dhe të njëjtën kohë ti luftojmë këto fenomene negative, cilat po ju adresohen që janë media, por në realitet nuk janë pjesë e medias profesionale dhe etike. Nderit shumë.